A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Në emër të Zotit mëshirues, mëshibërës, paqja, mirësia, begatia e krijuesit të gjithësisë, qoftë mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokët e tij, familjen e tij dhe mbi gjithë profetët përpara tij. Paqja e Zotit qoftë mbi gjithë ne. Të nderuar besimtar, kudo që ndodheni, motra dhe vëllezër, sot është një ditë e madhe dhe e bekuar, një ditë drite, mëshire dhe afrimi me Zotin krijuesin e gjithësisë. Është dita e Kurban Bajramit, dita kur zemra e besimtarit mbushet me falënderim, reflektim dhe dashuri për Zotin. Kjo festë na rikthen tek një nga shembujt më të mëdhenj të besimit njerëzor, përkushtimi i profetit Ibrahim alayhis salam, paqja e Zotit qoftë mbi të. Besimi i tij i palëkundur dhe gatishmëria për të dhënë gjithçka për hir të Zotit. Kurban është festa e zemrës së pastër, është festa që na mëson të largohemi nga egoizmi, nga urrëtia, nga padrejtësia dhe indiferenca ndaj njëri tjetrit. Në këtë ditë të shenjtë, Allahu na kujton në Kuranin famëlart: O ju njerëz, ne ju krijuam prej një mashkulli dhe një femre, dhe ju bëm popull e fise që të njiheni me njëri tjetrin. Më i nderuari, më i miri tek Allahu është ai që është më i devotshëm. Ky ajet është një mesazh i madh për gjithë njerëzimin, të jetojmë me respekt, me mirëkuptim dhe me dinjitet ndaj njëri tjetrit, të gjithë së bashku. Këto ditë të bekuara lidhen edhe me ibadetin madhështor të haxhit, ku miliona besimtar anë kënd botës, mes tyre edhe qindra nga Shqipëria, janë mbledhur në vendet e shejta për të përgjigjur thirrjes së Allahut me devotshmëri dhe për ulësi. Të nderuar vëllezër dhe motra, haxhi është simbol i barazisë dhe i unitetit. Ai na kujton se para Zotit nuk ka as dallim mes njerëzve dhe se forca më e madhe e besimtarit është besimi i sinqert dhe zemra e pastër. Sot, kur familjet tona mblidhen rreth sofrës së Bajramit, të mos harrojmë ata që nuk kanë një sofër të plotë. Të mos harrojmë të moshuarit që presin një telefonat, një trokitje në derë apo një përqafim. Të mos harrojmë familjet në nevojë, jetimët, njerëzit që përballen me vështirësi ekonomike, me vetmi apo me sëmundje. Vlera e kësaj feste nuk matet me atë që kemi në tryezë, por me atë që kemi në zemër. Një vizitë tek prindrit është ibadet, një fjalë e mirë për dikë që vuan është sadaka, një dorë e shtrirë për të varfrin është fisnikëri, një falje sinqert është paqe. Shoqëria jonë ka nevojë më shumë se kur për njerëz të që ndërtojnë ura e përçojnë dashuri e mirësi mes njëri tjetrit. Ka nevojë për zemra që bashkojnë dhe jo gjuhë që përçajnë. Ka nevojë për familje me dashuri, për të rinj me shpresë dhe për institucione me përgjegjësi morale. Ne shqiptarët kemi një pasuri të rrallë që duhet ta ruajmë me krenari.
harmoninë ndërfetare. Në këtë vend, këmbanat dhe ezani kanë jetuar pranë njëri tjetrit si zëra paqeje. Kjo nuk është rastësi, është kulturë, është qytetërim, është amaneti i të parëve tanë. Të dashur vëllezër dhe motra, feja islame nuk na mëson urrëtitjen, feja nuk na mëson arrogancën, feja na mëson respektin për njeriu në tërësi, për jetën dhe për dinjitetin njerëzor. Profeti Muhammed a.s. paqja e Zotit qoftë mbi të thotë, më i miri ndër njerëz është ai që sjell më shumë dobi njerëzve. Prandaj në këtë ditë Bajrami le ta pyesim veten, sa mirësi kemi dhënë, sa zemra kemi lehtësuar, sa njerëz kemi afruar pranë nesh. Të nderuar qytetar, vëllezër dhe motra, bota sot po kalon sprova të mëdha, luftra, varfëri, pasiguri dhe krizë shpirtërore. Edhe shoqëria jonë përballet me këto sfida. Por ne nuk duhet ta humbasim shpresën tek i madhi Zot. Besimtari është njeri i shpresës, besimtari është njeri i paqes, besimtari është njeri që ngrihet edhe kur koha bëhet shumë e vështirë për atë. Le të jetë kjo festë një moment pajtimi për familjet tona, një moment afrimi mes njerëzve, një moment reflektimi për të qenë më të drejtë, më të ndershëm, më të dhemshur ndaj njëri tjetrit. Lutim Allahun që të na pranojë adhurimin, lutjet dhe kurbanet tona. Lutim Zotin e gjithësisë të sjellë paqe në zemrat tona, në familjet dhe në mbar botën. Lutim Zotin të shërojë të smurët, të ndihmojë njerëzit në nevojë dhe të japë shpresë çdo zemre të lënduar. Një urim të veçantë u përcjellim edhe të gjithë haxhinëve shqiptar që ndodhen në Mekë e në Medinë. Allahu ja pranoft haxhin, lutjet e tyre që janë përgjëruar gjatë tyre ditëve. Për çdo adhurim që kanë kryer, i ktheft shëndoshë mirë pranë familjeve dhe i begatoft me dritë, paqe e mirësi dhe Zoti ju amundsoft edhe të tjerëve vitet në vijim. Uroj që këtë ditë të sjellë më shumë dashuri mes nesh, më shumë mirësi në shoqërinë tonë dhe më shumë besim tek Zoti i gjithësisë. Edhe një herë ju uroj gjithëve nga zemra ime më të mirën për ju, për familjet tuaja. Allahu ju nderoft dhe ju begatoft dhe të jemi mirë gjithmonë, të ndërtojmë vendin ton për të mirën e rinisë ton. Gëzuar Kurban Bajramin, paqja, mëshira dhe begatia Allahu qofshin mbi ju dhe mbi familjet tuaja. Faleminderit.